Rritja e temperaturave gjatë sezonit veror ka rikthyer problemin e mungesës së ujit të pishëm në fshatrat e ish-komunës së Osllomes. Situata rëndohet edhe më shumë me ardhjen e mërgjimtarëve për pushimet verore në vendlindje, gjë që ndikon në rritjen e konsumit të ujit. Për këtë problematik ka reaguar këshilltari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Këshillin Komunal të Kërçovës, Shefki Meti, i cili vjen nga fshati Garan. Në mbledhjen e këshillit ai kërkoi nga autoritetet komunale që të insistojnë tek termocentrali Osllomet për respektimin e marrëveshjes që ka me komunën e Kërçovës, sipas së cilës gjatë kësaj periudhe termocentrali duhet të ndërpresë punën me qëllim që të mos rëndohet furnizimi me ujë banorëve. Ai theksoi se nëse kjo marrëveshje nuk respektohet, komuna duhet të gjejë alternativa dhe zgjidhje konkrete për tejkalimin e problemit me furnizimin me ujë të pishëm në vendbanimet e prekura. Vi prej fshatit Garan, ish komunës Osllomes, në kohë të këtë periudhë të nxehtit atje ka mungesë të ujit. Në fshatit Garan, fshati Prek, Shutov, Fjagoll, po janë e gjithë komuna ish Osllomes kemi mungesën e ujit. Ky problem nuk është se ka fillu tash, e pranoj ka qenë edhe para viteve tjera ka qenë problem, por prej kur installu ujësillësin ato fshatra ka patur problem se ne marrim ujë nga Elektrana Osllomes. Këtë problem e kemi na menaxhu vitet e tjera, Elektrana nuk ka punu këtë periudhë. Dhe tash në këtë periudhë ajo është duke punu dhe ne aty nuk kemi ujë për pikë. Domethënë ka mungesë të ujit të gjithë fshatrat atje. Më kujtohet duket në mbledhjen e PS të Këshillit Janar diku ishte si iniciativë ngrita që ne ta rregullojmë këtë problemin e ujit njëherë për herë atje. Domethënë të distancohemi prej elektranës dhe të kemi ujë të jonit. Domethënë se në atë zonë uji paguhet rregullisht, qytetarët e paguajnë dhe kanë nevojë për ujë. Domethënë nuk është privilegj. Problemi nuk është se nuk u zgjodh ka qeveria e kaluar. Domethënë edhe para praktikisht ka qenë ky problem. Prej kohës kur uji për ato fshatra ishte privilegj. Dhe atëherë kanë gjetur një farë marrëveshje ku them shqiptarët kanë pasur atë shtetin dhe kanë pranuar që të jemi nën elektranën. Kur ti duhet elektranës ujë, ajo ta marrë ujin dhe ne të mbesim pa ujë. Tash kohërat kanë ndryshuar. Edhe komuna mendoj se e ka atë buxhet të ato mjete që të na distancojnë nga elektrana dhe ne të kemi ujin e jon personal atje, fshatër. Ose të paktën tash që nuk ka kohë për të kryer, mund ta shëdash atë marrëveshjen që ka patur Elektrana Osllomes me komunën e Kërçovës, ajo të mos punoj këtë periudhë. Do vinë edhe mërgjimtarët tash edhe atje të kemi problem serioz me ujë. Duke menduar se i zeti është 40 Celsius bëhet pas 2 javësh. Nga ana tjetër, sekretari i komunës së Kërçovës, Aleksandar Mickoski, deklaroi se institucionet komunale do të angazhohen dhe do të bëjnë përpjekje për gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë për këtë problematikë. Жителите в този регион искрено не можем по моментов нищо да отговорим. Трябва да попадаме помощ и отговор от комуналното, odnosno явното предприятие Комуналец, доколко е долни, или да се вратим до явното предприятие Студенчица. Вода за пиение е основен ресурс за живот на луѓето и ќе се потрудиме да знајдеме што е можно побрзо најсоодветно решение.